Kujezës, si e këtu, si atje. Është me mua, është në ide, në flasim. Ne materialisht nuk jemi bashkë, por në të njëjtën kohë kam themeluar dhe një shoqatë e cila është do merret me kërkimet shkencore, pra punën të cilën po bën Lindita si marrje pune, të gjithën do ta organizojmë ne. Dhe ne në backgroundin ton dhe në të pasurit si profesionist kemi shumë mjek, shumë farmacist dhe shumë të rinj. Dhe shtyrja jon, ideja jon është gjatë kohës që shiko, kemi këto gjëra kaq të bukura në Shqipëri. Hajde ti vendosim punë, hajde vendosim këta të rinj në punë. Hajde vendosim këta profesionistë në punë. Hajde vendosim njerëz të cilët kanë çfarë të tregojnë nga vetja e tyre dhe duan të tregojnë për veten e tyre. Në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin e kësaj fushë, por edhe në aspektin e formimit profesional. Në raste kur kemi farmacistë shumë të mirë, apo në raste kur kemi një mjek shumë të mirë, hajde t'i japim spunto, t'i japim rritje në të gjitha aspektet. Ne do merremi edhe me organizimin e konferencave shkencore, por dhe studimet që jemi këtu në lidhje pika e përbashkët midis çështjen e studimit, ku do angazhohen jo vetëm studentë, por dhe të rinj të cilët e gjejnë veten në këto fusha.